Debiazi ka një mesazh para sfidës Shqipëri-Serbi. Jam shqiptar dhe për më tepër më 11 maj votova për të zgjedhur qeverinë dhe kryeministrin tim. Kështu shpreh. Ish trajner i kombëtares shqiptare Xhani Debiazi teksa foli për përballjen e 7 qershorit ndaj Serbisë. Debiazi jo vetëm që ka shprehur për kraje të plot për kuqezinjt, por ka dhënë edhe një mesazh të qartë. Mos bëni luftë politike, bëni luftë futbolli. Do jem në arenën kombëtare, tifozët ta çojnë skuadrën drejt fitores. Debiazi tha se do të ndjek ndeshjen nga stadiumi dhe u bëri thirrje tifozëve që të jenë në krah të skuadrës pa u përfshirë në tensione të kota, të marrim 3 pikët dhe të harrojmë pjesën tjetër që nuk vlen për asgjë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.